Atëherë në përputhje me obligimet kushtetuese, me ligjin për gjykatën kushtetuese, por edhe me njoftimin që kemi marrë nga gjykata kushtetuese, sot u takuam si komision i posaçëm për zgjedhjen e 2 gjyqtarëve në gjykatën kushtetuese. Ne u dakorduam me konsensus që shpallja apo thirrja për 2 anëtarë të gjykatës kushtetuese të bëhet me 26 shkurt, pra pas pak ditëve do të hapet edhe thirrja publike për këtë qëllim. Me këtë rast jemi dakorduar që komisioni në mënyrë të veçantë të inkurajojë gratë për të aplikuar në këto 2 pozita, duke pasur parasysh që në përbërjen aktuale të gjykatës kushtetuese janë 6 gjyqtarë burra dhe në anën tjetër vetëm 1 grua. Prandaj me këtë rast unë ftoj të gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet sipas ligjit për gjykatën kushtetuese që të aplikojnë në këto pozicione. Sigurisht që do të kujdesemi maksimalisht që procesi të jetë transparent, të jetë po ashtu profesional dhe ata të cilët e meritojnë të jenë në këto 2 pozita të votohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ndonse pastaj varet nga vullneti i deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Siç kemi thënë në vazhdimsi, Kuvendi i Kosovës ka shumë obligime në raport me plotësimin e pozitave vakante, prandaj përveç që sot shpallëm konkursin për 2 gjyqtarë gjykatës kushtetuese, do të vazhdojmë nesër me 1 anëtar të Këshillit Prokurorial. Faleminderit.